Alia, beson se duhet të ketë ndryshime në kabinetin I cili ishte propozuar në 2025, madje edhe Kurti së fundmi kishte paralajmëruar se do të ketë ndryshime në listë. Po, absolutisht mendoj që duhet të ketë ndryshime, edhe ishte lajm I mirë kur dëgjuam se zoti Kurti kishte paralajmëruar që do të ketë ndryshime. Unë sinqerisht mund të them që ndoshta kur janë prezentuar që të dy gabinetet, qoftë zotit Kurti, qoftë ai zotit Konjufca, mu ka dukë që ndoshta e kanë ditë edhe ata paraprakisht që nuk do të votohet edhe vetëm kanë vendosur emra. Shpresoj që do të ketë emra të ri, shpresoj që disa emra të qeverisë së kaluar të mos përsëriten. Dim në çfarë niveli jemi si shtet, dim në çfarë niveli jemi si shoqëri, dim çfarë probleme të mëdha kemi, dim sa ka pas dështime qeveria e kaluar dhe ne duam të shpresojmë që lëvizja e vendosjes dhe zoti Kurti kanë marrë po ashtu mësime nga këto dështime. Kush ka bërë më spaku punë? Ndoshta ose nuk ka bërë punë siç duhet kabinetin e kaluar. Nëse hym analizë se cilit minister e veç mund të zgjatë shumë debati, mirë po nëse ndërlidhemi për shembull me këtë rastin e fundit që është bë mjaft publikove të fundit që ka të bëjë me shkollat tona dhe me atë rastin e atyre nxënësve huligan kriminala që I kemi nëpër shkolla dhe atyre mësimdhënësve që ndoshta kanë mangësi edhe ata në mënyrën se si menaxhojnë konfliktin ose gjëra tjera. Kjo është treguesi më I mirë që tregon që kemi emergjencë në arsim në këtë vend. Edhe qeveria e kaluar pothuajse asgjë nuk ka bërë në fushën e arsimit. Dhe kjo është do të thotë treguesi shumë I bazik që kemi pa edhe në media, kemi pa në portale gjithandej në media sociale. Jo, nuk është ky vetëm rasti I fundit, kemi pas shumë raste që ndodhin tilla nëpër shkolla. Nuk ka pas asnjë ndryshim, nuk ka pas asnjë masë që është ndërmarrë, qoftë nga qeveria, qoftë nga Ministri I Arsimit që të drejtohen këto probleme në sektorin e arsimit, kështu që e njëjta vlen edhe në sektorin e energjisë, e sektore tjera, mos tim radhë me radhë. Muja, konsideroni edhe ju që persona specifik ndoshta do duhet mos keni pozitat. Më tepër se gjysma. Po, çka konsideroni ju? Deri diku e përmendi edhe Alia për zonën Agafci dhe punën që ka bërë ajo në 4 vjeçarin e fundit. Kush konsideroni tjetër që ndoshta nuk meriton të udhëheqë kastrere? Unë nuk do të zhvillsoj në emrat përveçëm, vetëse pres që vërtet do të ketë ndryshime me formacionet e atyre dy qeverive në tentativë, nëse mund të them kështu, po edhe prej qeverisë Kurti 2, sepse siç e thanë edhe parafaqet vërtet shumë dikastera atje nuk e kanë pas performancën e mirë dhe si tilla nuk mendoj që ata do duhej që të jenë prap pjesë e qeverisë. Sa I përket emrave të cilët do të jenë aty, mendoj që zoti Kurti e ka tani edhe për shkak të rezultatit plebiscitar që pat në fund vitit, e ka lirinë e botës me I thirrë njerëz më të mirë që I ka, njerëz më të besueshëm. Nuk mund të kurzohet nga partitë e koalicionit. Ai ka disa partnerë të koalicionit, po të cilët mendoj që janë goxha të disiplinuar dhe nuk mendoj që do të bëjnë problem në atë drejtim. Unë shpresoj shumë që zoti Kurti këtë besim të madh popullor, të cilën ja dha elektorati edhe një herë, ja dha sovrani edhe një herë, pas një qeverisje e cila vërtet nuk ishte më e mira, mendoj që ai do të ditë që ta shfrytëzoj mirë dhe nuk do të na zhgënjej me spari me formacione e tij, po gjithsesi pastaj edhe me punën e qeverisë, edhe situata të caktuar pse jo edhe me ndryshim në emra të caktuar të cilët vërtet nuk ofrojnë, nuk kanë performancë të mirë, të cilën zoti Kurti për çudinë time nuk e ka aplikuar asnjëherë gjatë qeverisë së tij të kaluar. Pikërisht, nëse mundim, kjo është ajo që vlen edhe shumë rëndësi të thuhet, është që zoti Kurti dhe lëvizja e vendosjes janë në një pozitë të tillë që nuk kanë kushte nga partnerë tjerë ose nga partner koalicionesh. Në të kaluarën kemi pa kryeministra që kanë thënë që s'kan çaj bën një ministri se e ka dërguar partia partner. Në këtë rast zoti Kurti le që nuk varet nga ato formula të formimit të qeverisë, mirë po e ka të tërë fuqinë e tij edhe elektorale edhe me numrin e votave të marrë, do thotë nuk varet nga këta individ fare. Dhe kjo është ndoshta ajo që nuk e kuptoj se pse nuk merr masa ndoshta edhe më herët. Mirë po dhe tash duhet të shojmë masa për ato
sektore ku kemi pas qalimet më dha. Prap, unë nuk përmena emra, as nuk dua të mirë me emra personal. Unë mirë me tema. Nëse kemi një temë që është shumë problematika, atë normal që ai që është ministër duhet ta di që ka të bëj për të. Mirë, për mua nuk është me rëndësi cili do të jetë emri. Unë dua të shoh ndryshim dhe dua të shpresoj që mandati i parë i qeverisë. A ka persona brenda mandati i parë i qeverisë. Pa, mendoj që ka njerëz që mund të bëjnë ndryshimin e ka. Mendoj që ka njerëz mjaft, mendoj që ka njerëz shumë rreth edhe lëvizjes e vendosje, mirë po ju detyrimisht duhet të jenë të gjithë nga lëvizja e vendosje, mund të jenë edhe nga jashtë. Nuk është ndonjë problematike e madhe, në kalumin kemi pa ministra që kanë ardhur nga jashtë, kështu që zoti Kurti mund të marrë edhe individ jashtë lëvizjes e vendosje nëse mendon që nuk i ka ata ekspert. Mirë po, thash, shpresoj që mandati i parë ka shërbyer edhe një farë forme, një farë përvoje qeverisë edhe për lëvizjen e vendosje dhe mandati i dytë do të jetë shumë më aktiv dhe do të jetë shkak të kësaj përvoje. Beson se këtë herë do të jetë më i matur ndoshta edhe në përzgjedhjen e emrave të cilët do të jenë pjesë e kabinetit? A dua ta shoh dhe atë shpresoj që do ta shohim. Kjo po e them, do thotë, është kriju një përvojë tashmë, i ke pa resoret qeverisë si kanë funksionuar, e ke pas një ekip në cilin ke besu ndoshta. Një numër tyre ishte ripërsëritur në ato kabinetet që u prezentuan vitin i kaluar, një numër i tyre që është shumë e qartë kanë dështuar dhe prap ishin në atë listë. Kështu që kjo është ajo që unë nuk e kuptoj se si mund të përsëriten ndoshta disa emra në disa ministrit të cilat kanë qenë dështim total për 4 vjet. E qartë, dhe me qenë se në